Diskutimet e forta, dinamika të paparashikuara si dhe sfidat nuk kanë munguar as këtë fundjavë në fermën e vipave. Ndonë se na ndojnë thuajse 10 ditë nga finalja e madhe, ndryshimi i rregullave nga Agai ka sjell një tjetër rrjedhje loje. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Në spektaklin e kaluar ka patur një përballje të fortë mes Yllit dhe Andreas. Ky i fundit ka shpërthyer në kërcënime të forta ndaj Yllit, ku konkretisht shprehet: "Ti e do thikën në fyt." Pa dyshim se kjo ngjarje ka marrë për masa të mëdha. I ftuar në një emision televiziv ka qenë Daja i Yllit, ku shprehet: "Ne si familjar jemi shumë të shqetësuar, është jo normale në një emision live. Nuk është normale, kërkojmë që produksioni të marrë hapa, nuk tolerohet as pak." Mbetet të shihet në prajmin e sotëm, a do të mirën masa ndaj Andreas, apo do të vazhdohet sikur asgjë s'ka ndodhur.